Pak ditë pas humbjes së thellë të 11 majit, demokrati i famshëm Ilir Vrenozi i ka bërë thirrje kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha të largohet dhe t'i hap rrugë gjakut të ri në parti. Përmes një statusi të gjatë në rrjetin e tij social Facebook, Vrenozi thotë se demokratët do të qëndrojnë 16 vite në opozitë dhe sjell rastin e të birit i cili pas humbjes së 11 majit i ka thënë se do të largohet nga Shqipëria. Nuk vazhdohet më kështu doktor. Demokratët këtë humbje e kanë ndier shumë po shumë. E mos largohesh ne do të ndjekim përsëri, por Rama nuk e mundim dot, sepse është hajdut unikal, ndoshta të ka ty armën që e mban në pushtet. Demokratët e thjesht janë cop nga kjo humbje. Mua më dhem dëshpërimi idealit nga kjo humbje dhe fjala që më dhem më shumë është që më tha do iki nga ky vend. Mezi rrita me super sakrifica dhe djalin dhe vajzën i shkollova e shpirti im e di. Tani të më ikin nga Shqipëria ata të dy, gjysma e trupit tim ka vdekur. Duhet shpresë për rinin doktor, se brezi im e hëngrin e ikën për por jo fëmijët tanë, se na dhem shpirti. Se di, por vërtet duhet bërë diçka ndryshe. Demokratët janë vërtet në pikë të hallit, shumë madje. Prandaj duhet diçka ndryshe, nuk e di. Unë do vi sot në protestë, as diskutohet kjo, por shpirtin e kam të vrarë. Plus që Rama nuk pyet për protestat tona, ka 12 vjet tallet me ne, na mund thellë më thellë çdo palë zgjedhje. Ai vjedh? Po, me pak fjalë. Statusi i Ilir Vrenozit është shumë i gjatë, por thelbi është i shkurtër. Sali Berisha i jep dorëheqjen dhe shpëtoi Partinë Demokratike.